Horoskopi ditor, enjte 15 janar 2026. Dashi. Ditë e veçantë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Partneri do t'ju bëjë një propozim impresionues në momentin që më pak e prisni. Beqarët duhet të luftojnë fort për të tërhequr pas vetes personin që pëlqejnë. Konkurenca do të jetë vërtet e ashpër. Me financat do të duhet të tregojeni të kursyer vetëm që gjërat ju ecin mirë. Lëreni për më vonë disa shpenzime. Demi. Ditë mjaft e favorshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të jeni në krahët e partnerit tepër të sigurt për të hedhur hapa përpara. Beqarët do të lodhen pak së kërkuari, por në mbrëmje do të gjejnë personin e duhur. Gjendja e financave do të fillojë të konsolidohet. Mos kërkoni menjëherë të pasuroheni sepse do të bëni gabime. Binjakët. Pas një periudhe me probleme dhe zënka, sot do të mendoni të pajtoheni me partnerin tuaj. Do t'i kuptoni gabimet dhe do të kërkoni falje. Beqarët vetëm sa do të ndërojnë për dashuri, sepse asgjë konkrete nuk duket në horizont. Gjendja e financave nuk do t'jetë lehtë të mbahet e qëndrueshme. Tundimi për të bler objekte luksi do të jetë goxha i madh. Gaforia. Mos i dramatizoni gjërat gjatë kësaj dite ju që jeni në një lidhje, por merrni gjithçka me optimizëm. Problemet të vogla kanë të gjithë, por të zotët janë ata që i kalojnë me qetësi. Beqarët nuk do të jenë gati të hedhin hapa, kështu që do të refuzojnë edhe disa ftesa që do t'ju bëhen. Në planin financiar suksesi do të jetë i garantuar. Do të ndiheni mirë kur të shpenzoni. Luani. Jeta juaj në çift do të jetë goxha delikate gjatë kësaj dite. Mos e acaroni gjatë gjithë kohës partnerin duke kërkuar gjëra të cilat ai nuk mund t'u plotësoj dot. Beqarët do të tërhiqen jashtëzakonisht nga një person i cili më parë ka tallur. Kujdes, sepse ndonjëherë personat nuk ndryshojnë. Financat do t'i organizoni me kujdes dhe gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Virgjëresha. Do i konkretizoni planet që keni bërë me partnerin tuaj sot dhe do të ndiheni më të plotësuar. Dashuria mes jush do të jetë tejet e madhe. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim mbreslënës. Mos kërkoni asgjë me ngulm sepse gjërat ecin më mirë kur ndodhin natyrshëm. Financa do të jenë të turbullta dhe nuk do të mund të kryeni shpenzimet e dëshiruara. Peshorja. Do të jepni më shumë prioritet jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do të kaloni më shumë momente pranë partnerit tuaj të dashur. Beqarët do të kenë takime pafund dhe do të njihen me persona të jashtëzakonshëm. Shumë gjëra kanë për të qenë ndryshe për ta. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh. Do të dilni dhe do të argëtoheni, gjithashtu do të shpenzoni para pa u kujdesur as pak. Akrepi. Yjet do të jenë shumë të favorshëm sot për jetën sentimentale të çifteve. Ato do ta mbrojnë atë dhe do të shtojnë komunikimin. Planetët nga ana tjetër do të favorizojnë dashuriçkat e beqarëve. Do të njiheni me një person interesant me të cilin mund të krijoni një lidhje shumë të bukur. Kujdes me financat. Yjet gjithashtu do t'ju nxisin të shpenzoni pa kufi dhe ky mund të jetë fillimi i rënimit tuaj. Duhet të tregojeni vigjilent. Shigjetari. Nëse jeni në një lidhje, dita e sotme do të jetë shumë e qetë. Kujdes, kjo nuk do të thotë që ju duhet i hidhni syt diku tjetër sepse do të bënit gabimin më të madh. Beqarët do të jenë joshës dhe do të bëjnë për vete shumë persona. Do të keni mundësi të zgjidhni atë që ju përshtatet më së shumti. Financat do të fillojnë të përmirësohen. Mund të shpenzoni edhe pak më shumë. Bricjapi. Fal mjedisit yjor, bashkëpunimi në çift do të jetë shumë i mirë. Do të flisni për gjithçka me atë që keni në krah. Beqarët më në fund do të përjetojnë emocione tepër të forta. Do i njihni edhe ju se çfarë është dashuria e vërtet. Kujdes nga influenca e planetëve në planin financiar. Ato do t'ju nxisin të bëni shpenzime të tepruara dhe ky do të jetë gabimi më i madh për ju. Ujori.
Pasioni do të ndizet për të gjitha ata që janë në një lidhje dhe kënaqësitë që do të përjetoni do të jenë të shumta. Shfrytëzojeni sa të mundni këtë ditë. Beqarët nuk do të kenë fat dhe as sot nuk do të takojnë personin që kanë ndëruar. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh. Gjithsesi, mos e teproni me lojrat e fatit, sepse gabimi më i vogël mund t'ju bëjë të humbisni gjithçka. Peshqit. Atyre që janë në çift do t'ju duket vetja si në muaj mjalti sot. Emocionet dhe kënaqësitë që do të përjetojnë do të jenë të mëdha. Shfrytëzojeni ditën deri në orët e fundit. Beqarët nuk do ta gjejnë as sot atë që kërkojnë. Mos u dëshpëroni, por dilni me miq dhe argëtohuni dhe mos mendoni fare për dashurinë. Financat do të jenë të stabilizuar. Do të jeni më realist dhe më largpamës me to, më në fund.